Gjithsesi keni rreth 1 muaj e 5 ditë që e keni përdorë këta për propagandë, për demagogji, për të bërë diversitet në politikë që ju jeni të mirët dhe doni të luftoni kriminalët, ata tjerë që nuk e duan këta, për arsye të ndryshme, janë të këqij dhe kanë qef që të mbrojnë kriminalët. Kjo është një propagandë bajate e juja, si mazhorancë, si që keni banë 7 vite, që kur marrët pushtetin për herë të parë në 2013, që u premtuat shqiptarëve parajsën, 300.000 vende pune, 0 krim, mretja rrogash, luftë pa kufi evazionit dhe ku jemi sot. Unë do të shtroja disa pyetje, cilat nuk besoj që kanë për përgjigje, kanë nevojë për përgjigje, se përgjigjen kanë brenda neneve të këtij akti. Spari ky është akt normativ, që nuk e di çfarë emergjencë kishit me drita ndërsa se këtu keni prej 7 vitësh që qeverisni këtë vend, që do ta miratonin qeveri dhe do ta binin duke ne mas 36 ditësh, pra në limitet e asaj që thot kushtetuta. 5 ditë, kur kuvendi ishte i mbledhur, duhet kishte ardhur ky akt këtu. Nuk e di çfarë u shkrepin kokë si rrufe në qellë pastër, se krimi që ka ngrit kam në 30 janar dhe ju o burra i mësyt me divizione, o fele, me syze prado, me kokë lyrë me boj, me kokë çarape, nuk latë gja pa nxjerr me idenë që ju të bani namin. Qa namit bani ju atë? Partijet e vra 2 veta në Durrës prapë. Të është vra me snajper mirë ditë. Vritën për ditë. Mes Lushjes, mes Elbasanit, mes Vlorës, mes Durrësit, në blok. Qa bën kjo? Ofeleja. E nisi këtë Ofeleja me vrull, ky ish ministri për para te. Ky që inicioj vetimun e famshëm në drejtësi edhe në polici. E shtonoj sepse i erdhin derë shtëpis Ofeleja. Umek, kemi sekuestru, thënë ju, 7 automjetet blinduara. A mund të diun, ishit me letra këta automjetet e blinduara, apo jo? A kanë hënë doganë në shqiptare në përmjet pikave doganore tonët? A kanë paguaj doganë? Kush i ka targuar? Kush i ka dhënë leje për të majtë mjetet blinduara? A jepen autorizime për mjetet blinduara nga zotëria juj? Karrika juj, jo ju, si individ, po ministri i Mrenxhëm? A keni ju në evidencë për përgjegjësit e atyre që i kanë lejuar këto mjetet blinduara? Nuk manë ministrat, nuk e di, vetë ke mjet blinduar di zoti ministër? Keni pajisur me mjet blinduar lloj halabaku në këtë vend. Pse? Sepse prej 2 palëzgjedhjesh qendrore dhe lokale tjera i keni përdorur ato halabak me mjetet blinduara për të marrë vota dhe për të bërë presion votuesit që ju të vinin këto karrike dhe të jeni mazhorancë në këtë vend. Ky akt, fakti që kërkon shumicë thjesht, bindesh me konventet ndërkombëtare të miratura nga ky parlament ndër vite për lirit dhe drejtat themelore të njerëzit. A kujton se kam në impresionim personal për ato kokë palarë që keni përdorur në vota, që çdo ditë ja plasni një tjetrit në fytyrë me foto me gotë vere kur prisheni, jo më larg se dje. Gazeta që financohet për jush, apo gazeta që man krahun tuaj non stop në këtë vend, kanë nxjerr 2 kontingjent duke boksuar me atë që u zgjodh këtu në ndër trokitet e juaja në 2017 kur unë isha në çadër në protestë, dhe sot e keni shpallë si armik, një lloj si Mehmet Shehu, në 10 orë 81 kur thatë që vrau vetën. Bindesh me kushtetutën e Republikës Shqipërisë, që është ligj që në këtë sallë ka marrë 140 vota keni dorë trokitë dhe na e shitët si fitore të madhe pas puthjes çiftit ambasadorëve. Bindesh me reformën drejtësi, të cilën thatë që kjo është zgjidhja magjike e të gjithë hallave të shqiptarëve dhe pasi ka lutur reformën drejtësi, nuk do të kenë më problem shqiptarët në kriminalitet, në papunësi, në fukarallik e në gjithë drejtimet. Ndaj një akt i thjesht që kërkon 71 vota, nuk mund të përmbys 3 ligje të cilësuara. As konventet ndërkombëtare, as kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, as ligjin që keni miratuar në këtë sallë për reformën drejtësi. Si mundet, me që ju thatë pas ka thjesht karakter administrativ dhe që ka përgjohë për sekuestro, si mundet me i të rënd lapsit në eniteti këti ligji, ju rreshton si ushtar nën urdhra tuaja prokurorin e përgjithshëm, prokurorin e Spakut, drejtorin e shërbimit informativ kombëtar. Nuk po pyes për ministrat,
se këta i ke në nresht sa i ka i pari juj, e pjesa dërmuese, firmosin kur i merë në telefon, mon kokoneshin nga kryeministria, nuk ka nevojë t'i kesh t'i hiq në rresht. A mund të thua se si mundet që prokurori i përgjithshëm do të vinë edhe do të mori urdhra nga ti? Ky kraje i Spakut famshëm, që ne presim, që luftoj peshqit e mëdhenj, ju do të ktheni këtë serangat kokë palara, ke këta 50, 20, sa theti, 71 automjete, 7 bindura, 7 objekte, 37 subjekte që se u ka vajt letra për të verifikuar se nga i kanë apo si kanë ato pare dhe pasuri që kanë dhënë. Ky është qëllimi i qeverisë Spakut. Ju tha shqiptarëve që peshqit e mëdhenj do të ikin drejt Spakut. Peshqit e mëdhenj ku janë? Këta, të dosjes 384, 184, 339, 335, këta janë. Jo, e keni këtu peshqit e mëdhenj. Peshqit e mëdhenj keni këtu. Çdo gjë buron nga këtu. Këtu jepen tendrat, këtu merren telefon, këtu ku duan kaparoset e gjithë lumhania e Shqipërisë, me këta këtu kanë lidhje, ndaj keni filluar që të nxjerrni fotot e një tjetrit. Këtu ka qenë ai burri, këtu mbrapa jush. Ati i nxorët foto, çfarë ishte ai? Kështu që unë nuk e shoh fare as kaq entuziast sa ju kërkojnë ta paraqisni, as bindës që unë t'jap votën, megjithëse s'ke nevojë për votat e opozitës. Megjithëse Taulandi thotë që e ka me vetë opozitën, por edhe atë provë do ta bëjmë shumë shpejt, me që Meta kërkon ta bëj pa ligj, do të përpiqemi ta bëjmë ne këtu me ligj, e të shohim sa nga këta që kanë ardhur ruajnë surratin e tyre dhe nuk janë në xhepin e mazhorancës, sa nga këta e kanë seriozisht që mandatin që kanë marrë, nga unë i pari, e kanë marrë për i kaos më të madhe se sa për i rrokën mujt, e ta shikojmë. Sa mundësi ekonomike, financiare nga korrupsionit, tendrat, parat e krimit, drogës, nga tendrat që morin familjarët e juj, do të vazhdoni të bleni nga ky krau këtej. Ta shikojmë. Për vete, për ju, edhe për shqiptarët, për të nda shapin nga sheqeri. Por, po, se keni marrë sikur jemi vasal t'jujt? Kush jo pyet ju? Ne këtu, pjesa dërmuese kanë dhënë prova që janë deputet rebel. Kur spytëm parë tanë tek partia, po pyesim brëmën e fundit kavallit jujt, ta shikojmë se sa do t'ju pinë ujë, parat e pistat krimit dhe të atyre që i keni pasur tak 7 vite qeverisjes, për të marrë vota nga këtej, për t'i ka përcy këtej. Do t'a ndajmë edhe me si një tjetër. Të pis një lloj nuk na bëni dot. Jo, jo. Ate që kërkon ai ta bëjmë revolucion, që hyp ke guri i Skënderbeut dhe ulet në gjunjë, se kështu është psu kjo sallë. Këto hipokrit politikan prej 30 vitesh në këtë vend. I ulen në gjunjë kur i vjen veza për të pjell dhe i hypin kurris sa po morin karriket. Do ta shikojmë ne. Unë nuk mund ta votoj që prokurori i përgjithshëm, shefi i Spakut, shefi i shërbimit informativ, megjithëse ai është tip limonate, të tjetë nën varësinë tate. Është ndarë me kushtetutë, funksioni, kompetencat e gjithë secilit për këtyre. Në këtë sallë është votuar për një reformë të re drejtësisë, që kjo drejtësi të jetë e pavarur nga politika. Ndaj është bërë gjithë kjo betejë ndryshuar të ligjit që ata që do të zgjidhen në këtë sallë, mbas renditjes skedit, i dhatë mundësi që nëse nuk i thret Meta për të betuar, të shkojnë botohen floktore, ku dimë ke parukjerja, po. Ikin sa filloi e flasën se ja u dinoj ha do të lik, ikin ta deputet, dalin kafe. Dalin këta që kanë bë popullarët kështu si të mençën moshën 70 vjeç, u japin licenca për avokatia, rrojnë e lek nga kompanitë, që kjo këtu i fal gjokën, po vet. Pastaj ikë për prapë. Gjeta Belami këtë. Tash ky ligj juaj bi ndesh edhe me atë propagandën tjetër që keni 3 ditë rresh që po thoni që do të bëni amnisti fiskale. Nga njëra anë me kamxhik, nga ana tjetër me zemër barsi. E ndani menin nga do të qëndroni. Ke këta që do t'i rrifni, e do t'i bëni presion, e do t'ju merrni makina, e do t'ju merrni pronat, apo ke kjo Anila që thot, mi dorë gjihare, do t'i falim, ta fillojmë ke vitit 0, se kjo ditë që shumë kjo karrike fillon jeta institucionale edhe e këti vetë. Harroj që i ka 30 vjetu dhe 5 vjetë komunizm, kemi 100 vjetë shtetë, nuk e ma me, tregoj e ullë si, tregoj e nuk filloni, thuj në këtë moment, aktiviteti i karrikës kësaj dhe i qeverisë. Ju falenderoj.